Në përfundim të ndeshjes, Elbasani Vllaznia, trajneri i Vllaznisë Tomas Brdarić do të komentonte vendin e dytë në renditje si dhe ndeshjen duke u ndalur tek temperaturat e larta. Për ne është një ditë e mirë, mund të themi. Arritëm me kap vendin e dytë. Tani kena çdo gjë në dorën tonë. Arritëm me shënuar shumë shpejt pjesën e dytë. Atë konfidenca në rrit. Fatkeqësisht shumë gol për një krosit. Por në fundit jam i lumtur. Fokusi është gjithmonë tek ndeshjet tona dhe gjithashtu ne fitojmë ndeshjet që kemi. Ndërkohë që trajneri i Elbasanit Ivan Gvozdenović do të shprehej me optimizëm se gjithçka është e hapur dhe do të vendoset në javën e fundit, por duke theksuar edhe pakënaqësitë se si e pësuan golin. Jam kënaqur mas goli, por jo direkt mas goli. Doshta mas 20 minuta skuadra reagoi dhe ishim afër do shënojmë gol, doshta edhe mund të fitojmë në ndeshje. Nuk jam kënaqur, jam mezit nga menur si shënoi Shkodra, sepse sot ishte në ndeshje shumë e rëndësishme mos do humbim. Okej, ishim mendim do fitojmë në ndeshje, por edhe mos do humbim.